Kjo është receta natyrale dhe pa kosto e cila pastron mushkëritë dhe i bën ato 10 vite më të reja. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqime dhe pije të cilat ndihmojnë në pastrimin dhe detoksifikimin e këtij organi të rëndësishëm. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim produktet më të mira ushqyese të cilat ju ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të mushkërive dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sipas tyre, këto janë produktet më të mira ushqyese të cilat do t'i japin rezultate fantastike për përmirësimin e kapacitetit të mushkërive. Çaji i jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe do të ruajë kështu shëndetin e sistemit tretës. Çaji i jeshil kombinohet më së miri me xhenxhefil, lëngun e limonit dhe mjalt, dhe gjithashtu rezultatet që do t'i japin do t'jenë fantastike në kapacitetin më të mirë të mushkërive dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Përveç çajit jeshil, në dietën tuaj mund të shtoni edhe lëngun e limonit. Sipas të dhënave të Healthline, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me acidin folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Përveç se do të ofrojë një tretje më të mirë, do të ndikojë pozitivisht edhe në kapacitetin e mushkërive tuaja. Lëngu i borovicës së kuqe në kombinim me ananasin mund të jetë një pije efikase e cila ju ndihmon të merrni frymë më lehtë. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre i pirë në çdo vakt ose pas tyre mund të ofrojë një lehtësi më të mirë. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë duhet të shmangni pijet e gazuara dhe të alkolike dhe t'i zëvendësoni me lëngun e borovicës së kuqe ose edhe me lëngun e ananasit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e mushkërive është edhe lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten në vitaminën K, vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminat B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se karrota çdo ditë mund të ulë rrezikun e problemeve të mushkërive. Nëse nuk ju pëlqen lëngu i karrotës, mund të përdorni edhe xhenxhefilin. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive dhe gjithashtu e jep rezultate fantastike për kapacitetin e tyre. Duke u përdorur në formën e lëngut, rezultatet që do të merrni prej tyre do të bëjnë ndryshime të mira. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu duhet të shtohen me do e mos në dietën tuaj. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant të cilët forcojnë kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe në energjiku gjithashtu të kombinuara në gatimet tuaja mund të jenë lehtësues të mirë për kapacitetin e frymëmarrjes. Inflamacionet e mushkërive dhe grumbullimi i sekrecioneve në to mund të krijojë vështirësi në dietën tuaj të përditshme, të cilat mund të krijojnë probleme me frymëmarrjen. Bllokimi që ndodh në krahëror shoqërohet shpesh me koll të fortë nëpërmjet të cilës mushkëritë përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë shkaktarët e vetëm të këtij bllokimi, pasi mund të ndodhë edhe nga bronkiti, astma, fibroza cistike ose alergjitë. Mund të ndihmoni mushkëritë duke konsumuar lëngje të ngrohta si suprat, çajrat bimore të tjera. Një nga ushqimet më të rekomanduara nga ekspertët për pastrimin e mushkërive është mjalti. Një i rritur mund të konsumojë një lugë gjedhe mjalt çdo 3 ose 4 orë. Ushqimet e tjera të dobishme për këtë problem janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Përbërësit që duhen janë gjysmë lugë çaj ose 3 gram xhenxhefil pluhur, 3 gram spec djegës pluhur, 100 ml uthull move e pafiltruar, 15 ml mjalt ose 3 lugë gjedhe, 100 ml lëng limoni të freskët. Pasi siguroni përbërësit, filloni në përgatitjen e kësaj recete. Zjeni uthullin dhe lëngun e limonit derisa të marrë val. Hiqeni nga zjarri dhe shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specat pluhur. I përzieni mirë derisa të krijoni një lëng me përmbajtje uniforme. E vendosni në një shishe qelçe dhe konsumoni nga një lugë gjedhe 2 herë në ditë. Kjo do të ndihmojë në kapacitetin më të mirë të frymëmarrjes, por nëse gjendja juaj është e agravuar, paraqituni tek mjeku për të marrë kështu trajtimin më të specializuar.
Nëse keni vite që keni probleme në luhatjen e shëndetit të frymëmarrjes, atëherë duhet t'i drejtoheni mjekut. Por nëse gjendja juaj është kritike vetëm për shkak të virozave, do të ndiqni trajtime në mënyrë natyrale edhe në kushte shtëpie. Është e rëndësishme të shmangni edhe problemet e ndotjes ambientale. Për të përmirësuar kapacitetin e mushkërive, qëndroni larg nga vullimi. Ekspertët tregojnë se kjo mund të ndikojë në çështjet tuaja të frymëmarrjes dhe të ulë kapacitetin e tyre. Funksioni kryesor i mushkërive, organi i frymëmarrjes, është të përthithë oksigjenin në ajrit që marrim nëpërmjet frymëmarrjes dhe të nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit nëpërmjet frymëmarrjes. Për ekspertët mushkërit, nëse nuk punojnë si duhet, është e rëndësishme të paraqiteni tek mjeku. Pastrimi i vazhdueshëm i mushkërive është vërtet një praktikë e mirë. Një pastrim i mushkërive ndihmon në detoksifikimin e pastrimin e mureve të brendshme të gypave të frymëmarrjes dhe të gëzimeve bronkiale në mushkëri, të cilat shpesh aktivizohen edhe bllokohen dhe shkaktojnë gjithashtu një mungesë të kapacitetit të mirë të tyre. Andaj, nëse ndjeni vështirësi në frymëmarrje, drejtohuni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Mushkërit luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes. Ato marrin oksigjen dhe gjithashtu filtrojnë jashtë organizmit të gjitha toksinat e tyre. Ruajtja e shëndetit të mushkërive dhe funksionet e tyre janë thelbësore që mushkërit të garantojnë një shëndet më të mirë të tyre. Duhet të kujdeseni më shumë në detajet e cilat shfaqen edhe në organizmin tuaj. Për të përmirësuar kapacitetin e mushkërive, duhet të përmirësoni edhe higjienën tuaj. Sigurisht që aktiviteti fizik, mospirja e duhanit dhe shmangja e ndocëve janë gjithashtu mënyrat më të mira për të garantuar një shëndet të mirë të mushkërive. Ushqimi luan një rol kryesor në mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhrat, agrumet, frutat dhe pyllit xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomanduara për të përmirësuar kapacitetin e mushkërive. Sipas Healthyside, edhe fistikët janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për kapacitetin e mushkërive. Sipas informacioneve të Healthline, fistikët përmbajnë lloje të veçanta të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje ndaj disa formave të komplikacioneve në mushkëri. Fistikët ndihmojnë uljen e kolesterolit dhe pengojnë edhe ngopjen e lehtë dhe pa kalori, të cilat janë përgjegjëse për shtimin në peshë. Speci djegës është një tjetër alternativë e çmuar për t'i ardhur në ndihmën shëndetit tuaj. Speci djegës është njerëz e fuqishme mirëbërëse për organizmin. Ai ofron dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës ndihmon në shuarjen e kollës, irritimeve të fytit të vazhdueshëm. Ekspertët thonë se speca djegës parandalojnë probleme me ftohjen dhe me gripin. Kjo erëzë përmban edhe si një lehtësues që shërben kundër sekrecioneve dhe rekomandohet për ata që vuajnë nga bronshiti ose problemet e rrugëve të frymëmarrjes. Edhe ushqimet e pasur me omega 3 duhet të jenë pjesë e listës tuaj ushqyese. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkërive dhe efikasitetin e sistemit tuaj të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, arrat dhe elementet e tjerë ushqyes do të japin rezultate fantastike për kapacitetin tuaj të mushkërive. Ndaj sigurohuni që të zgjidhni produktet e duhura të pasura me omega 3, siç janë arrorët, vezët, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Është e rëndësishme që të përdorni edhe terapin me avull. Thithja e avujve që shton lagështinë në ajër mund të ndihmojë në lirimin e menjëhershëm të rrugëve të frymëmarrjes dhe të përmirësojë kapacitetin e tyre. Stërvitja e rregullt gjithashtu mund të cilësohet si një mbrojtës i frymëmarrjes. Stërvitja bën që muskujt të punojnë më shumë. Kjo gjë rrit frymënxjerrjen dhe frymëmarrjen, duke çuar në një furnizim më të butë të muskujve me oksigjen. Në këtë mënyrë përmirësohet qarkullimin e gjakut, duke u bërë më efikas në eliminimin e teprimit të dioksidit të karbonit që trupi prodhon kur ushqeheni. Me kalimin e kohës, muskujt do të fillojnë të përdorin oksigjenin në mënyrë efikase dhe do të prodhojnë më pak dioksid karboni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.